Përshëndetje. Jam I bindur se të gjithë tashmë e kanë në mendje, në gojë, në analizë, në mass media pikërisht një shkrimtare, Lea Ypi, që në këtë krizë ekonomike, në këto vjedhje miliardash, në këtë sistem të drejtësisë, ku bën ping-pongun kryeministri me gjykatën kushtetuese duke injoruar pikërisht edhe Komisionin e Venecias, pse u tashka Lea Ypi një shkrimtare? Ajo, nëse do, konkuroj për lidhjen e shkrimtarëve. Shqipërisë I duhet një Adap, I duhet një Joseph Fouché, për ata që e dinë. I duhet një Altin Dumani, miksim me një arkitekt për të zbërthyer mbi 50 milion metra katror miliarda euro leje ndërtimi që ka firmosur Edi Rama. Për art, për poezi, kemi rrjetet sociale ku dhe ignorantët po bëjnë copy-paste edhe po shiten si influencier. Nderuar zonjë, mos na u fut si Çibani mbi kuris, kemi boll vilën e Surrelit bunkerin e zi me bandën e tij. Si do shpëtojmë nga ky? Vetëm Amerika po ja vuri pranga të duar, t'ja zbërthej dhe t'ja bllokoi të gjitha llogaritë, t'i sekuestroj pasuritë. Se me ty për poezi, mirë ne.